Dronët ukrainës godasin fabrikën e eksplozivëve në Rusi. Në orët e para të 5 prillit, dronët e operuar nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës goditën fabrikën Promintez në Çapajevsk, në rajonin Samara të Rusisë, duke shkaktuar shpërthime dhe zjarre të shumta. Fabrika është një nga prodhuesit kryesorë të eksplozivëve industrial në Rusi dhe Komunitetin e Shteteve të Pavarura, duke prodhuar substanca të tilla si amonial, amonit dhe granulit. Raportohet se të paktën 20 shpërthime kanë ndodhur në objekt, duke detyruar ndalimin e proceseve të prodhimit. Një burim i inteligjencës tha se sulmi është pjesë e një strategjie të vazhdueshme të SBU-s për të goditur objektet ruse që janë pjesë e kompleksit ushtarak industrial, duke përfshirë ato që prodhojnë armë për luftën kundër Ukrainës. Objektivat të tilla janë plotësisht legjitime tek kësaj burimi. Përveç fabrikës së eksplozivëve, dronët e SBU-s goditën gjithashtu fabrikën e sistemeve të fibrave optike në Saransk, Republikën e Moldovisë, një objekt që prodhon produkte që përdoren gjithësisht në sistemet ushtarake ruse, duke përfshirë ato që kontrollojnë dronët dhe rrjetet e komandës ushtarake.